informimit që unë deshta ta bëj me dije pra si divizionit informimit apo sekretariatit që ta bëjnë më shumë, që ka të bëj me votimin me asistencë dhe asistimin në vendvotim, janë të ndara, janë të përcaktuara kategori 8 të ngushta që lejohen për të votuar me asistencë, dhe kategori tjera të cilat nëse kanë nevojë, kanë vështirësi në lëvizje, mund të asistohen deri te kabina e votimit nga asistuesit, por që gjatë procesit të votimit nuk guzon askush me qëndru afër, pra qytetarët e realizojnë të drejtën e tyre në mënyrë të pavarur dhe bazuar në parimin e fshehtësisë së votës. Fatkeqësisht ne brenda 12 muajve po i mbajmë pothuajse 4 palë zgjedhje dhe natyrisht që gjithçka vështirësohet për shkak të shpeshtësisë së tyre. U fol këtu edhe për votimin me asistencë dhe për asistimin në votim, po mendoj që duhet thuhet për shkakun që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akoma nuk e ka gjetë një zgjidhje se si do t'i trajtoj personat që nuk dinë shkrim lexim. Besoj për shkakun që kjo do të duhej të ishte njëra prej detyrave dhe sfidave të rradhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i gjej zgjidhje në minimalisht zgjidhjet që vijnë. Kur flitet për zgjidhje, për këto zgjedhje, pra është bërë zgjidhja dhe ato janë në kuadër të procedurave, i ftoj gjithë qytetarët që mund të kenë prindër familjar që konsiderohen që nuk din shkrim lexim, ti njoftojmë mbi procedurat e votimit paraprakisht, sepse nuk lejohet asistimi për personat që nuk din shkrim lexim ose që pretendohet se nuk din. Sepse kjo formë në fund fundit është keq përdorur jashtë masën procesit e kaluara zgjedhore. Pajtohem kategoria e personave që nuk din shkrim lexim, fatkeqësisht në zgjedhjet e kaluara është shfrytzuar si një mekanizëm për abuzim me këtë të drejtë. Mirë, po nuk besoj që në emër të abuzimit ne duhet ta gjejmë një formull tjetër, edhe fakti që një person nuk din shkrim lexim në kabinën e votimit është vetëm, është bukur problematike për të realizuar drejtën e votës. Duhet që në periudhën e ardhshme këtë kategori ta vendosim në kategorinë e personave me nevoja të veçanta, personat që nuk din shkrim lexim. Besoj, do me thonë janë persona me nevojat veçanta dhe kërkojnë një asistencë që ju mundëson atyre ta realizojnë drejtën. Fillimisht votimi do të zhvillohet në përfaqësi diplomatike në tona, do të thotë në shtetet ku i kemi hapur këto qendra të votimit, ndërsa të dielën me 7 qershor është dita e zgjedhjeve ku votohet në Republikën e Kosovës. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ftoj të gjithë votuesit që të marrin pjesë në ditën e zgjedhjeve, të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për organizimin dhe administrimin e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar që procesi i votimit të zhvillohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, standarde demokratike dhe parimet e transparencës, integritetit dhe besueshmërisë. Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve, stafit zgjedhor dhe të gjithë personave të angazhuar në administrimin e zgjedhjeve që të kryejnë detyrat e tyre me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri, duke respektuar me përpikëri procedurat dhe rregullat zgjedhore. Me datën e qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s në Berlin, në Gjermani, janë tërhequr gjithsej 9650 zarfe, ndërsa dje me datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s poashtu në Berlin janë tërhequr gjithsej 14755 zarfe me pletvotime, ndërsa po të njëjtën datë dje me datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s në Bern, përkatësisht në Zvicër janë tërhequr 15000 zarfe me pletvotime. Për zgjedhjet e datës 7 qershor 2026, gjithsej janë regjistruar për të votuar 3144 votues me nevoja të veçanta. Pra kjo është shifër që përfshin të gjitha kategoritë të votuesve me nevoja të veçanta.